Në një fjalim të fortë drejtuar publikut dhe Izraelit, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut libanez, Naim Qassem, paralajmëroi se grupi është gati të reagojë ndaj çdo sulmi të mëtejshëm nga ushtria izraelite. Ai deklaroi se Hezbollahu nuk do të qëndrojë i heshtur përballë shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit, të cilat, sipas tij, kanë kapërcyer 2700 raste që nga nëntori i kaluar. Qassem theksoi se diplomacia ka ende hapësirë, por kjo durim nuk do të zgjasë pafundësisht. Ne kemi opsione të shumta dhe nuk na tremb asnjë përballje, deklaroi ai, duke shtuar se përgjigjja do të vijë në momentin që Hezbollahu e konsideron të përshtatshëm. Sa i përket kërkesave për çarmatimin e Hezbollahut, Qassem i hodhi poshtë kategorikisht ato, duke i cilësuar si përpjekje për të dobësuar rezistencën dhe për të krijuar përçarje me ushtrinë libaneze. Ai theksoi se askush nuk do të lejohet të çarmatos grupin dhe se kjo ide duhet të largohet përfundimisht nga diskutimet politike. Ndërkohë, autoritetet libaneze raportojnë se Izraeli vazhdon të shkel marrëveshjen e armëpushimit, duke mbajtur trupa në 5 pika kufitare, pavarësisht afateve të përcaktuara për tërheqje.